Të nderuar shikues, mirë mbrëma, takojmë në emisionin numër 51 të podcastit tonë me një tjetër figurë të sportit shkodran dhe sportit shqiptar. Sonte do të flasim për arbitrimin futboll dhe do të jemi me një personazh I cili ka kaluar mbi gjysmë shekulli duke arbitruar, duke drejtuar, por dhe duke vëzhguar ndeshjet e futbollit shqiptar. Ai është zoti Miell Shkambi. Zoti Shkambi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mbi 50 vite jetë kontribut në fushën e arbitrimit. Tamam, 51 8 muaj. I pas ke mbajtur me saksi? Po me saksi. I kënaqur për atë çfarë ke dhënë apo I lodhur në farë mënyrë sepse janë shumë vite? Jo, për çudi I lodhun, jo. I kënaqur, natyrisht I kënaqur. Ndoshta jo I kënaqur me nivelin që a dash në mrit në kuptimin e nivelit arbitrimit. Fjala është për ndeshjet ndërkombëtare, por gjithsesi jam I kënaqur, njihemi vlerësuar, njihemi shpërblym, I respektuar, natyrisht kjo që është më kryesorja, nuk di që të kem ndonjë janë në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, gëzoj respektin e ambientit sportiv, kudo që shkojnë nëpër Shqipëri, nëpër tana klubet, nëpër tana kolegjumet sidomos. Me arbitrat e Shkodrës, natyrisht ju jam mirënjohur stranëve sepse vazhdimisht kanë shprehje dhe shprehin konsiderata. Bile edhe sot që jam larguar nga kolegjiumi edhe jam larguar nga vëzhgimi, prap marr mirënjohje, marr konsiderata shumë pozitive. Më mirë arbitër, vetë në fush, kryetar I kolegjiumit, drejtues apo vëzhgues I arbitrave? Të tana fazat kanë atë bukurinë e vet, kanë kënaqësinë e vet. Edhe atëherë kur ishim krejt në fillimet tona, pothuajse krejt 3-17 vjeça, atëherë kur nuk e kishim filluar zyrtarisht për arbitroshim me Spartakiatet e ushtrisë, edhe atëherë ishim mirë, në të rreth vitit 72 u fut me zyrtarisht në kolegjium. Ai ishte prap një periudhë e bukur e kursit të arbitrave. U bam arbitra të kategorisë 3, fillimisht, të 2, të parë, me radhë, derisa e la me arbitrimin, kalu me vëzhgues, prap edhe vëzhgues nivelet në alta. Kështu që gjithsesi jam I kënaqur, edhe periudha që kam drejtuar kolegjiumin, edhe që kam qenë në ato komisionet e federatës, ka qenë një periudhë e këndshme. Jam mundu me ba më të mirën mujtën temen, edhe për këtë metet pengarritja, po jo përpjekja që kam ba. Përpjekjet I kam ba maksimale sa kam pasur mundësi, por natyrisht shpërblimi I punës, sidomos kur ka kanë kryetari I kolegjiumit, nuk janë plotësuar tana dëshirat për me çu tan nivelet, tan arbitrat nivelin që ata kanë merituar realisht. Pavarësisht se sukseset kanë kena pas arbitre shumë mirë, federata dhe ne ka vlerësu kërkesat e opinionit tona, por prapë gjithmonë të metet diçka peng. Sidomos disa arbitra që pam cilësi veçantë të atë arbitrave nuk arrit me I bat FIFA-s, për këtë më vjen keq edhe mund të përmeni disa, po do të kemi mundësinë të përmendim gjatë këtij emisioni. Megjithatë tha që 17 vjeç ishin hapët të e parë në ato Spartakiatet. Por në atë moshë shumica e të rinjve luajnë apo merren me sport, ndërsa ju përkushtuat një fushë tjetër. Jo, që se vërtetë unë s'kam luajtur futboll kështu për çefin tim, nuk jam aktiv. Pse shkuat tek arbitrimi? Te arbitrimi, me të thënë drejtën, ajo dëshira, pasioni për futbollin natyrisht edhe dëshira. Ndoshta kjo është një fjalë e madhe, por realisht kështu është dëshira me ba gjyqin, me nda drejtësi, si më thënë gjithmonë e kam pas këtë pasionin që me gjyku dy persona, që edhe në I debat, kështu më në linjë edhe pasioni për arbitrimin, tu I dash natyrisht, tu I dash futbollin. Në ato hapat tuaj të parë, kishit ndonjë shembull nga I cili inspiroheshi? Kishte dëshirën ndoshta e illit tuaj të parë? Natyrisht, me të drejtën, unë kam hyrë në kolegjium pa pas në ill, a kupton?
kam hyrë në kolegjium, ka qenë një jo rasti, sepse ishim në ato spartakiatet edhe filloi më kultivua e dëshira për me arbitru. Manej klubi Vllaznia nxorri një afishë që se atëherë arbitrat u marrshin direkt nga klubi Vllaznia, jo nga federata, pra Vllaznia kishte ekipin edhe arbitrat e vet. Pavarësisht se ne arbitroshim Vllaznisë atëherë, por u varshim direkt nga klubi, u pagushim aty, u stërviqim aty, u bashim mbledhjet aty, gjithçka, komunikoshim nëpërmjet klubit me federatën, federata i bite caktimet në klub, klubi na njoftonte, pra ishte i formë organizimit tjetër. Edhe bëmi kursin, fillimet e mia, atëherë kolegjiumi kishte, me thënë drejtën, megjithëse nostalgjia për matë vjetrit është edhe i fije, ndoshta e shifet i fije me nostalgjie, ishte si superior ata të partë, por realisht kanë superior. Kur mendoj që kur kam hyrë në kolegjium kam gjetë Bakir Dibrin, kam gjetë Adem Halilin, kam gjetë Kolpogun, kam gjetë Tarik Alasin e madh, për mu një nërë arbitrat më të mëdhtë që ka pas historia e Shkodrës. Niveli më i lartë, kështu kam qenë në pika më e lartë e arbitrimit Shkodër, sepse mbajti sistemin e arbitrit kryesor të FIFA-s për 10 vjet, çka se ka mbajtur kërkush histori. Edhe aty kishte arbitra të tjerë, atëherë si Gjon Simoni, si e kam gjetë në kolegjium, Gani Ubica, i kam shkruar këto bile, por tash po i lexoj ndoshta edhe për respekt, sepse shumica është e mira edhe këtij misioni, shumica edhe aty nuk jetojnë. Edhe me thënë drejtën unë e mirë në kolegjium aty, u fut me jena fut gati 15 vetë, kena përfunu kursin vetëm 4 vetë, kena përfunu unë, Leonard Paralendjer, Fajkjera, Ermal Vasili, edhe ky ka vdek, pavarësisht se s'pati karrierë si arbitër, i sufuj ka një djalë prej Bajzet, djalë model mësues, edhe ai nuk u bë arbitër sepse ishte mësues në fshatin Bajzet distanca. Më nëjë që u bame, që u aktivizume tamam Leonard Prela, Fajkjera, e unë për eti kurs, edhe Niko Çuglla, naturisht, edhe kjo një jansor shumë i mirë. Dhe këtu hollën hapat e parë. Unë gjej lumtur që e fituat atë konkurs? Kështu u hollën hapat e parë, arritme me arbitru, me thënë drejtën atër kishte nivel të lartë në arbitrim, në aspektin arbitrave të me përvoj, por kishte pak si numër. Dhe të i kenë pak si numër në kolegjium, pra nuk ishte shumë arbitra. Edhe unë pata fatin me arbitru qysh, pa banë 19 vjetë në kategori të parë atëherë, a kuptan? Shka ndoshta mund tjetë edhe si rekord ndoshta. Në atë mosh me arbitru, bile kujtoj edhe neshin e parë me Tarik Alasin, me Bakir Dibrin, kena me traktorin e Lushnja me Korçën. Manej, po të njëjtën neshe prap me Tarik Alasin, mas një mujit, për koincidencë njëjtën neshe prap traktori Lushnjës me Skënderbeun e Korçës, por në fushë tjetër. Edhe kështu më ne filloj karriera, pata dhe fatin me thënë drejten, mas mund në shku për i gabimeve të mija, kjo ishte edhe fat, ma shumë se sa aftësi, sepse si gjithë shka, si lojtare në fushë edhe arbitrimi, ka shanset e veta, nuk të ndodhen situatat vështira e ke fatin edhe në karrierë. Por, gjithsesi, jam i kënaqur për fillimet e mia edhe për vazhdimin. Ma në vitet kalun, erdhi viti 83, sepse atëherë ne arbitroshim kategoritë parë, pa pas temën e kategorisë parë, kurse sot nuk kategorizohen arbitrat. Pra, nuk është se në kolegjium të arbitrave sot në Shkodër janë 10 arbitra të kategorisë superiore, të kategorisë 2, sot janë tanë. Kush është i aftë arbitron në tana kategoritë, kurse atëherë kishte një shkallë kualifikimit, filloshe me moshat tjerë, me trit, me paratrit, me shpresat, mane me kategorinë e dytë, me kategorinë e tretë, me dytën, me të parën, edhe nërkombëtar, kush. Pra, në vit të 83 erdhi kategoria parë? Në 83-shin kena zyrtarisht sistemin e kategorisë parë, atëherë u ba një seminar kombëtar me rreth 20 arbitrat zgjellën prej tanë Shqipërinë,
prej Shkodrës kena kënë unë Astrid Isufi edhe Niko Çuklla, pa të ardhë dhe Firdos Nehani, por prej kategori ma poshtë. U vlerësume, unë edhe Niko Çuklla morë me kategorinë e parë në atë kurs, Astrid Isufi edhe Firdosi morën dytën. Kishte edhe për rretheve tjera, prej Tiranit ishte Bujar Pregja, një arbitër që bani shumë karrierë, sa edhe sot është punojës federat, fal aftësive ti. Kështu filloj manej karriera, filloj aktivizimi manej, me marrën e kategorisë parë manej kishte një rregull atë gati edhe të pashkruar që tanë ashtu siç janë arbitrat e FIFA-s që ka një kusht me aktivizu gati për çdo javë, atëherë ishte edhe për kategorinë e parë, arbitrat e kategorisë parë me aktivizu. Ju ke qenë më tepër në rol asistentit? Në rol asistentit, jo, në atë kohë, Gjergji nuk ishën dam, ne arbitroshëm, unë kam arbitruar më shumë asistent, por arbitroshëm edhe neshje shpresash kategorisë 2, Kupë Republiket, në neshjet kategorisë parë, me nivel pak ma të ullë se sa të arbitrat që ishin të cilësuar edhe të kategorisë parë. Pra deri në 89-ën kështu ka vazhdu, për arbitrat s'kan kënë të kualifikum asistente kryesor, por kanë kënë arbitrat, herë këtu, herë aty, edhe neshjet në kombëtare kështu dhe prote. Pra ta i ka lasë Shkodër kryesor, merë të Tefen, ansor, merë të Ramis Pregjën ansor, javën tjetër Arseni merë të Tahirin, kryesor, ansor, kështu që nuk kënë të ndame. Në fakt, ndarja është më e mirë. Ndarja është më profesionale. Ndarja është më profesionale, por prapë ba me hy një analize ndoshta pak thellë profesionale, sidomos për kohën atë, ndoshta ishte më mirë kështu, sepse kishte siguri atë, kishte siguri të asistenti më shumë sepse edhe më informuar. Natyrisht më informuar, ansori atë të jepte edhe penalltin pa kurrajo, pa ndrojtje, sepse edhe njifte, pra a kishte më bukur se kur arbitroshe unë ka herë kishe Adem Halilin ansor, një kolos të arbitrimi Shkodran. Ka herë edhe Terke Lasin e kena pasë, edhe Tefen e kam pasë unë ansor. Imaginat është sa i ngëron tje kur kje të fralen ansor. Një kolos, ose Terke Lasin, Bakirin, Adem Halilin, Leonard Pralem, se jo, Genca Gollin. Kështu që ishte bukur, edhe ashtu ishte bukur. Naturisht kështu është ma profesionale, është ma mirë, sepse përsos është në të fush, sot kushtet janë edhe krejt tjera, në atë kohë është pranua edhe gabimi, shkalla gabimit nuk është se atëherë ka kanë ma vogël se sot. Edhe atëherë është gabu, por... Mendoj që figura e arbitrit, për para vitin 90 ka qenë shumë më fortë se sa është sot. Po naturisht, ka kanë ndoshta më pak i kontestuar arbitri, sepse ka pas më shumë autoritet. Ka pas më shumë autoritet, se ka pas vetë pushteti i centralizum e ka diktu këtë. Nuk e mund të gjithë antisportive. Naturisht ka pas fushat vështira edhe të. Kur shkoshim Tropoj, kur shkoshim në Cerrik, kur shkoshim janë kënë Tepelen, këta neshjet e kategorisë 2 ishin të mërshme, në thënë drejtën, ka pas edhe tërë kanë nëllë në gjarje shumë të rana. Përmendet Tepelenin, po si ka qenë të shkoj një arbitër nga Shkodra në Tepelen për të arbitruar, kur dihet që mjetet e komunikimit nuk kanë qenë si të sotme. Me që po kujtove Tepelenin, kujtoj neshën Tepelen, shkëndia me minatorën e Tepelen, se kështu e qujtë, kanë 2 minatorë atërë, 3 bile, pa kanë minatorë e Rëshanit, minatorë i Mimalijevet edhe minatorë e Tepelens. Janë 3 skuadra në Ligë 2, të 3 me emnin minatori, por Rëshani, Mimalije, Tepelena. Dhe në Tepeleni neshe shumë e fështirë, shkëndia me minatorin e Tepelens, kam pas asistentat 2 astritat, 2 arbitra shumë të mirë, Astrid Isufin, Astrid Dervishin, këta ishin pak matrisë se unë, dhe një neshe kujtoj si neshe, me që kujtoj Tepeleni, një neshe, ku dion, te për e vështirë, thu, ma mirë sot, ma kollaj sot mund të arbitrosh në stadium Qevershtafën, stadium kombëtar, cilin do neshe se sa atë, sepse nuk delte situata, la jashtë kontrollit, shpesh në këto fushat inferiore edhe policia nuk ishte aktive.
Natyrisht ishte kollaj me arbitrun Shkodër, Durrës, Tiranë, sepse shteti ishte i organizuar, por të fushat si përmena ka kanë në vështirësi arbitrimi. A ka pas përmendet edhe pushtetin? Ka pas ndikim në raste të caktuara edhe nga pushtetarët tek arbitrat? Natyrisht presioni ka kanë indirekt, por me të thënë drejtën edhe nuk kanë të paktën kolegjumit tonë ose neshjet që unë kam kanë, ose më me thënë edhe të kolegjumit tonë, sepse unë pothuaj se jam azhënuar me çakonoll gjithmonë kolegjum, nuk kena pasi na ka ndonjë dikush. Natyrisht është kuptu simpatia dikuj për ekipe për tjetër edhe mase instinktivisht mund t'jetë banë i favorizim pa dasht, por jo, kur, nuk kena pas. Nuk kena pas presionet direkte. Natyrisht presionet në fushmane prej skuadra, prej kapitenave, prej klubeve të ka pas gjithmonë edhe ka, por në thanë që përhynë në pushteti deri në atë mas sa me të kërku zyrtarisht që time, jo, nuk më menë që. Ka qenë vështirë udhtimi? Transporti, sepse thash, jemi kot për të Belen, në s'ka një gurë të Shqipërisë. Udhtimi ka kanë shumë i vështirë, që është e vërteta, sepse në hekshim... Është knatësia që caktohesh për drejtuar një ndeshje, por pastaj është meraku i rrugës dhe shumë gjëra tjera. Vështirësia ishte me siguru bilet atje, sidomos kur nuk ishte treni, sepse ne kena arbitruar atë kur treni vite vetëm deri në Lesh, pra si ishte treni në Shkodër. Kishim vështirësi me shku deri në Lesh me kap trenin, sepse autobuzat njëta ishin, por me të thënë drejtën, autobuzat e Shkodrës na kanë respektuar gjithmonë, nuk na kanë lanë, na njifshin se jene arbitrat edhe nështë edhe mi motor na kanë marrë shpesh, vetëm mas me na lanë po që deri te stacioni trenit, ose edhe kur u ktheshim. Vështirësi sa dush, sidomos kur shkoshim Korçë, Tepelen, Gjinokastër, Saran, Vlon, Tropoj edhe ma keq, Kuks, edhe ma keq, imagjino, ma kollaj shkoshim në Vlon se sa në Kuks, tjetër është sot. Tropoja, Kuksi kanë kenë shumë vështira për udhtim. Bile Korça na vdukte ma kollaj se sa Tropoja, sepse Tropoja bashim 8 orë, unë ishim me autobus këtu në 8, e shkoshim 5 masditje. A kuptan, tanë ditën ato rrugë të mërshme sa që... Edhe neshjet në të kohë në mëgjesh të tana na kanë shku 3 ditë i neshje. Kur shkoshim Tropoj, shkoshim Shtonin, nga i herë edhe të premten, sepse nuk kombinoshin autobuzat, për me arbitru dilën e mund të vishim edhe të martën. Ose në Korçë, kur s'kombinoshin oraret e trenave. Pra për të arbitruar një ndeshje edhe 3 ditë? Edhe 3 ditë, edhe 4, pse jo edhe 4. Korçë, sidomos në Korçë, në Tropoj edhe 4 në ka qëllu. Pa diskutu që ka i herë kishim edhe peripecinat në nishpe kujtoj për shembull në Korçë na pa të zanë bora këna nej një javë atje, me Firdos në anë një fix një javë këna nej, në Tropoj po ashtu, këna nej 7-8 ditë, se u bloku qafa malit, nuk kaloshin dhe të autobuzat, kishim arbitru neshin, po kishim met edhe na edhe ekipi. Edhe ekipi Burrelit në Tropoj 7-8 ditë, se nuk u vite as dhe në Fjersë. Kështu vështirësi sa dush, natyrisht vështirësi, por knaqësia gjithmonë ka kanë gjithmonë. Kurse sot janë kushte kajtë komode, janë kushte komode me ulltu, janë kushte komode me arbitru, janë kushte komode me mësu, me rritafësit tuja. Ne atër kishim, kur bashim analizat e neshjeve të me arbitrat, kishim bëj tabele elektronike, si shau që ishim murë, bile ishte luks i malë, vetëm në Shkodër e kena pas ba. Se të herkalasi ishte edhe mësus me punë me metale edhe i gjeshim ashtë i magnetash, banë lojtarët, kuq, blu, arbitrat, tu ku mu venos, pra, kurse sot ashtë gjithë shka, tanë ato vite, vetëm Sami Kotheri botoj një rregullor, edhe me rregullorin e Sami Kotheres, këna jesë deri në 94. Kurse sot për çdo vit, ripërtrihet rregullorja, bëhen shtesa, bëhen ndryshime, bëhen... Deri në çfarë vitit vazhdoi karrierën juaj si arbitër? Unë kam arbitruar deri në 2004-2005, në këtë sezon e kam mbyll. Manej kam kalu direkt Veshgus. Deri në 2004, pra një karrierë mbi 30 vite. Po, mbi 32 vite diçka arbitër edhe 20 gati 22 edhe 21 edhe Veshgus.
Në 32 vite si arbitër, cili ka qenë momenti më i vështirë që mban mend? Momenti më i vështirë, ose jo më i vështirë, ku e ndjerë me bicikleta apo më i veçanti kë flamurtari Besa Kavajs, kena me tef pralen të arbitru, nërkohë Besa Kavajs ishte parafunit në tabel klasifikimit, do të delte për kategorijet, ju do të se zban barazimi Besa Kavajs, por me kusht, me barazu dhe qyteti Stalin me Tiranin, me 7 mallëtënorin atëhershëm. Ishin 2 neshe që po luheshin njëtin orar, në qytet Stalin, Kuçov, në sotme, u shty neshe nga 5 minuta, ati arbitrot e Mehmet Aliko, ka një arbitër Tiranës, vlonin e kishim na, me Genca Gollin, Tefen edhe unë. Dhe kena hynë loma të zhveshës, marrën esha 1-1. Kavaja bani gol 2, por për koincidencë të krahë jema ishte në pozicion jashtë loje dukshëm, se më thënë, edhe nuk ma kundërshtoj kërkush, pavarësisht se do t'ja garantohet 100% Kavajës. Kur lejtarët e Kavajës ishin 2 badush, marrën vesh që qyteti kishte marrë pikë atje dhe këta dolen prej kategorijet, si më thënë Kavaja, morën vesh në dhoma zhveshës. Indirekt edhe ju ishit pjesë e atij hillerimit Kavajsve. U sikletosme, me thënë drejtën, sepse dera atër po qeshin e po festoshin, tu i menu se pështumë për kategorijet, ma ne mejherë e këthyn gati në vaj, po thuj se ta në ekipi. Në fakt, historia që po kujtoni ju, me këthen të librat e historisë futbollit shqiptar, të Besnik Dizdarit, shpeshherë ndeshjet e fundit kampionateve janë bërë dhe me radio ushtrijet, dhe ka pas nga këto hilet e rivalve, njëra fillet me vonë, pavarësisht se duhet luheshin njëjtën orar. Po janë që është të vërteta, sot teknologjia është e përsosur në gjithë shka merret vesh edhe me pamje, jo ma me zanë, si në atë kohë. Por që është e vërteta kishte presion prej federatet kur neshit kishin rëndësi rezultatet, për njëna tjetërin me fillu njëtën kohë, por gjithmonë është shkelqin. Edhe në rastin konkret, Naftari me Tiranën me 7 mallëtënorin e shkelen vënun pushimin me dalë në pjesë 2, duket ma shumë se e morë, është historinë manea, edhe për pasoj nesha marrej 2-3 minuta më vënesh, asaj mjaftoj qytetit me marrë vesh si dolim lonë, edhe duket jo se tolerun, nuk dija tolerun, por fakti që u bë goli në fund i qytetit edhe... Po momenti me lumë të rrillë e si arbitër? Me thëtë drejtën, momente knashijet në arbitrim kam pas shumë, si të mos kur arbitroshin Shadjum Qemal Safa, me thënë drejtën kishim shumë momente. Kujtoj një neshje Spartakiadës kombëtare, finalen e Spartakiadës kombëtare në Tiranë, 17-nori ishte me Dinamon, po 17-nori Dinamo, atëherë Spartakiadat kishin rëndësi u bashën, sepse tanë stadiumi ju dekorote me njerëzë, kishin një popularitet, nuk kishin rëndësi shumë për se janë harru, nështë sot zvijet as kush i ka fitu, por në atë kohë kishin shumë. Ka qenë evenimenti më rëndësishëm. Më rëndësishëm, sepse aty vite, edhe bëroja politike, vite në stadium komplet. Edhe aty pat me një fat, aty kam arbitru me Tefen kryesor, unë ansor, aja ka një neshje shumë e veçantë, shumë e vlerësume, sa që i pat me vlerësimin edhe të atëru merte me sportin më nëshmiftju, dhe bile në këto korridoret kërkoj më ardhe në dhanë dorën, por nuk më rritëm nëse na ishim të veshën. Pra, ishte një moment që i morë me një vlerësim, si në të kohë u qmote, pavarësisht se sot nuk ka në rëndësi, sot është më mirë me të vlerësu vëzhgusi, se sa, por në të kohë ishte ajo mallështria e udhëheqjes. Cili është stadiumi ku ke arbitruar më me kënaqësi? Qemal Safa? Po natyrisht Qemal Safa, kena arbitruar edhe për koincidencë arbitroshin shpesh Qemal Safa. Sidomos kur ishte Tahiri me Tefen, sepse kanë një periudhë që arbitroshin të dy të njëjtën kohë, a kupton? Bile ka pas janë kanë 3 javë që unë kam shku rresht 2 herë në Qemal Safa, herë në stadium Dinamo, Selman Stërmasi sotëm, me Tahirin, i herë, me Tefen 2 herë, si më thënë, edhe aty nishe kënaqësin, më thënë drejtën, sepse arbitroshin kushte komode në raport me fushat tjera, në raport me ekipet tjera, më thënë drejtën,
pavarësisht se ekipi i Tiranës nuk është se na ka qitë probleme, kur gjithmonë ka luajtur futboll fair play, futboll korrekt, kurs na kanë, edhe nëse kena gabu, se patjetër që kena gabu, por nuk na janë kundërvu me gabimin. E kanë pranuar gabimin tonë është asi njerëzor edhe nuk. Pra në Tirana ka kënë vendi që kena arbitruar më me kënaqësi. O fusha më e keqe, stadiumi më i keq? Stadiumi më i keq, unë mendoj që është Sërriku në atë kohë. Ka kënë edhe i fushë kategorisë 2, Domosdova atje dikun Prenjes. në Prenjes, edhe ajo ka kënë fushë jo e mirë. Fusha Borrelit ka kënë edhe ajo ka kënë e ashpër. Peshkopia jo, Peshkopia Kuksi, e Puka, e Tropoja, nuk e di të paktën neshit që unë kam arbitruar aty, kur s'kena pas probleme, që nështë arbitrat tjerë, ba me pytë, thotë, këto janë fushat më të qia, por në të Shkodrës, në ato fushat nuk pas se kena pas probleme kur. Duket na kanë pa, na kanë, edhe për koincidencë, kena kanë më të saktë nështë në ato fusha, por fushat qia janë ato që thash, sidomos Cerriku e Domosdova, shumë qia. Ka pas mbjellësh kemi ndonjë? Edhe Gjinokastra, me thënë drejtin, kena pasi neshje shumë të keqe në Gjinokastër, sa kena ba 3-4 orë me dalë për stadiumit. Por, prap, unë jam nuk maj me në neshje që ta kem një vetin keq në kuptimin se kam gabu shumë. Jo se s'kam gabu, me siguri kam gabu, por nuk kam pas gabime evidente. Nuk maj me në tanë karierën teme që t'jem denu edhe një javë për gabim. Kjo s'do thot që unë kam gabu. S'kam gabu, kam gabu. Por për koincidencë nuk jam denu asnjëherë, nuk jam evidentu si. Ka pas ndonjë lojtar që ka pëlqyer më shumë? Me korrektin sjelljet me arbitrat? Natyrisht, unë do të vlerësoshe si një lojtar shumë korrekt. Milan Bashin, Valesin e Tiranës, Agustin Kolin ma vonë. Agustini nuk ka qenë, të thonë, shumë i lehtë. Jo, nuk me ne ka qenë shumë korrekt. Agustini nështë ka pas temperament në lojë, por me arbitrat, unë e gjykoj që një arbitër model për me arbitru. Ka pas Vlona, ajo Vlona famshme flamurtari aty në viteve të kur luajti me Barcelonën, po thuj se një ekip John Deda, një lojtar model kapiteni i skuadrës flamurtarit. Nuk e kishe problem aty, as nuk unë ishe në presion se arbitroshe atë sepse të mirë kuptote. Pra kanë arbitra ashtu lojtar me shumë. Po, do një lojtar për keq, i ka mbetur në mend? Për sjellje arrogante ndoshta ndaj arbitrave? Kujtoj dy lojtar të mëdhenj si lojtar, por të vështirë për arbitrat që na kena pas dhe probleme me ta. I kena qitë me kartonat kuq. Sefedin Brown në Vlonë, të Gjinokastrës, bani një gjest krejt pa bukur, se s'po ka rëndësimi për men. Edhe Kovaci, përpërim Kovaci i Beratit, pra lojtar me nivel të lartë shumë, por me shumë temperament deri në ekstrem. Ka kënë edhe Hima i Durrësit, po prap, Hima ishte ma i qytetum. E vështirë për të qenë gjithmonë në nivellet të larta? A do është shumë punë, stërvitje, teori, përgatitje fizike? Sa kohë i ka marrë një arbitrit në atë periudhë për të qenë në formën më të mirë në fundjavë? Ç'është e vërteta, atëherë kena pasë në mënyrë tjetër të stërvitunit. Jena stërvit, pothuajse në mënyrë kolektive. Edhe ne rregullisht të organizuam delshim 3 herë në javë. Kur kishim në mundësi tjetër, delshim edhe 4 herë në javë. Pa diskutu që mbledhjet përgatit, analiza neshëve dhe ne jojherë, me 100 herë, kur thamë me 100 herë, ma shumë se 100, mund të kena ne edhe 3 orë me diskutu një neshe. Me tonë kolegjumin arbitrave. Në anolli kja punë Tiranë, ishte ishtu me ato shkumsat aty në Razez, me ato që të thash, me ato magnetet, ishte këtu, që duhet me basi, derisa u binte edhe arbitri më i ri i kolegjumit se si duhet me vepru neshen tjetër. Gjatë që nuk bëhat sot. Nuk bëhat për shumë arsye. Ndoshta në kushtet e zotë është edhe pa mujtun më bëha, sepse njerëzit
Arbitrat sot serviten individualisht, kanë literaturë, kanë material, kanë pamje televizive, kanë ne atëherë... Disa plane, Disa plane, kështu që atëherë aja shkushtu shumë. Muni me kanë arbitër në atë kohë ka kanë 3-4 fish më e malë se sa sot. Thatë që çdo arbitër gabon. Cili është gabimi më i madh që ka bërë Mihell Shkembi? Unë ka bë gabim. Unë ka bë një gabim në sjellje, në kuptimin, nuk më mendoj gabim në arbitrim teknik. Kujtoj neshe dajti i Kamzës me tekstilin e kombinatit të Stalin. Ka kënë manej pas shkollën kategoritë parë, kom tekstilisti. Edhe po u lutet të fusha Instituti Bujqësor, të fusha jo të Kamza sot, por të fusha aty në Breg Lomit poshtë, ka një fushë aty. Unë isha atëherë arbitër, sa po kishe fillu, isha ansor, këtë e majmen si një gjësje, edhe sot e denoj vedin, kuptimin, them pse e banën. Mu vërsul një litar drejt meje, naturisht, a ishte fushë e keqe dhe aja, po policë, po rrëthim, si kanë gjithmonë, eri drejt meje për një javut, në është ta kishte drejt, unë menoj që edhe sot, s'kam gabu, po eri drejt meje, të më thonë, naturisht, me mgodit. Dhe në atëherë kishim flamojt asistentit i kishim të mëllaj shumë, se s'kishim flamuj modern atër që janë tash me bipe me atër, kishim një shkop me 5 kuqe, ose të verë, si mund të gjenshim. Edhe kur u afru, unë i nëzora shkopin shumë përparë dhe ullë në flamurin tem, si më thanë. Edhe ra aty si pandjenja, a i simulej që është të vërtet, dhe eri mjeko ja, tha s'ke kur zhao që vetëm për i këtë e të nejvedin. Nuk ma i në men në i gjatë tjetër që të kemë gabu që mund të korrigjoj tash, pavarësisht se gabime kena pasat dush. Juve ju pëlqen historia, sidomos e arbitrimit. E keni mbajtur historinë tuaj të shkruar sa ndeshje ka arbitruar Mihell Shkembi? Po, Gjergji, bile për koincidencë, kur më thatë që më ardhë unë i mora për një bloku që kanë, unë kam arbitruar rreth 300 ndeshje kryesore ansor në kategorinë e parë atëherë superiore nësot para 9 vajtë. Ansor edhe kryesor. Edhe kupa në rrugës. Kam rreth 250 ndeshje shpresash e trish e kategori 2 të 3 të tjera. Kam edhe 1200 ndeshje vëzhgues superiore. Pra janë dikun të 850 ndeshje gjithsej. Pra rreth më shumë se 800 herë unë kam marrë valizhin e kam dalë për Shkodrës me arbitru. Ose me vëzhgu. Dhe mbi 800 herë ki qenë larg familjes. Naturisht, gati 2 vite gjysëm, kohë e humbur. Ma shumë sepse ato 800 kanë kënë disa me 2 ditë me 3 ditë. 2-3 ditë dhe 4 ditë. Pra, imaginët të shi qëfar kontributit, jo kontributit, po qëfar vujtjet, ose qëfar sakrificet e kur të në këto janë kryesisht moshën e rinis, atër kur njeri u i duhet ma shumë familje se jetës. Pra, është një sakrifice madhe që kena bërë. Por, naturisht, që thajtin fillim, prap një jem mirë, edhe sot me kemë në të moshë në të kushtë, prap një këtë rrugë bajnë, sepse të sporti edhe të leollë, po edhe të knaqë. Sikur mos mjaftohen e 32 vitet e arbitrimit, si arbitër, pastaj vazhduhet edhe si vëzhgues. U lidhën ngusht me arbitrimin? Federata me herë, që është vërteta me herë, sa kam lënë arbitrimin, bile neshjen e funit, i neshjet funit kena arbitru i neshje veteranësh në Barcelonë, që po ata shku privatisht atje, dhe jam këthy këtu kam arbitru edhe i neshje tjetër, Kupë Republike diçka në Durrës, aty e kam lanë edhe fill javën tjetër, unë kam shku vëzhgues në superiore prapë, në kategoritë parë, si më thamë. Në shemi malë, mërna javët, nga asistent? Ja, me javë midis, Kështu që edhe këtu jam i vlerësuar sepse jam borxhi edhe aty në të federatës, më kanë vlerësuar me thënë drejtën, sepse sot vëzhgues rrinë me ka 10 vjet në kategoritë parë, 2 e 3, më ne mund të çojnë superiore.
Kurse këtë fat unë e pati edhe Astrid Dervishi, edhe ai një vëzhgues arbitër shumë i mirë. Pra me Astrid Dervishin kena vëzhgu pothuajse paralel, bile edhe Astridi u largu të shi prej vëzhgimit, pra kena gati të dy kena 20 vjetë si vëzhguesa dhe them drejten, jo se po du me kanë lokalist, por nuk di se kush prej vëzhguesave shqiptar ka kanë ma mirë se unë Astridi. Në kuptimin e padrejtësive në arbitrave. Nuk është sa në kush për ne, asnjëherë kurse për vëzhguesit tjerë ka pas arbitra sa duhet që ka thënë mos ma bjerë Gjergjit, mos ma bjerë këtë, kurse as për mua së Astridin nuk kena pas. Cila ka qenë nota me ullt që ka vendosur Mihell Shkembi për arbitrat? Kam vendosur 7. Me ullta? Ma ullta 7, notë shumë e keqe 7 për një arbitër, kur mendon që 8.4 është ma mira, pa bonus, se kur ka bonus mund shkosh edhe të nana edhe ma shumë. Por me 7 e gjysë, me 8, me 7.8 kena pas në gjithmonë. Me thënë drejtën, unë nuk kam kënë tolerant në notë, jo se kam në shku në arbitër, nuk majmen që kam në shku në arbitër, por i kam qëtënu statistikave, ke bëj gabim, se rregulloria e vlerësimit arbitërve është gabove një karton të kuq, edhe gabim ose lepa dhënë të heket një notë, a kupton, pra prej 8 bjen 7, ose prej 8.4 bjen 7.4, gabove dhe i gol të hiqet dhe në tjetër. E në fakt, ba me shikju këshën neshje gjithmonë, ka i gabim. Por, të shqip që u fut varë këto vitit e funit që vëzhgumi me varë, edhe puna jonë u lesur shumë. Puna jonë u lesur shumë sepse edhe arbitrat fillon me korrigju gabimet qyshën fushën në varë, edhe ne kishë mundësi me i ripa neshit. Në fakt, zote Shkembi, duket paksa e pakuptueshme, sepse shoh që edhe niveli i arbitrave ka rëndësi. Sepse tashmë mendoj që edhe po gabova unë në korrigjon vari. Kjo është e vërtet, fakt. Sepse po shohim që po gabojnë edhe arbitër shumë mirë, ndoshta nuk e kanë atë përqendrimin 100%. Kjo është e vërtet edhe me thanë që bota ka pranuar që varin, e pranoi si pasojë e kthimit të futbollit në biznes. Sepse mas viteve 90 ekipet filluan jo vetëm Shqipni, botë kishin filluar dhe përpara, por edhe në botë këto 25 vitet e funit ka filluar mu ba industri futbolli më shumë se sa ka kenë. Edhe dëshira që me marrë rezultatin se s'ban i bani arbitrat me kenë pak robot në fush. Për ju më mirë me varë apo pa varë? Ma kanë shme pa varë, themon, sepse ke pas... Më shumë emocion. Ke pas knashit malë, shumë, kur ke dhanë thjesht në menin tëne, ke marrë një venim kapital, ke dhanë një penalti, edhe kur të ka dalë edhe sakt, ma në knashia ka kanë shumë e malë, kurse sot edhe me qurë një flamur duhet me prit derisa të thot vari, se derisa të napjen rezultat aksioni, ma ne i vari i venosa, kishe drejt, jas kishe drejt, ti pra arbitrat sot kanë pak në dorë. E të i pas pak nollaja që ju thatë, edhe që ju thonë shumë, që arbitri nuk mobilizohet shumë. Ne atëherë mu gjetë një hap largë zonët, thoshim ku jena, për në ikë në faul, për në ikë në dorë, për në ikë në stërkamës, kurse sot arbitron qetaj me qëtësi, miku mu, edhe po iku, ma korrigjon vari, a kupton, kështu që i ka që mobilizu. Vari për mu e ka ullë cilësinë arbitrimit. Ka rregulluar futbollin, por ka ullë cilësinë arbitrimit. Ka evitu gabimet në arbitrim, po ka ullë cilësinë arbitrave në kuptimin real të fjalës. Periudha si kryetari i kolegjiumit të Shkodrës, është ndër më të bukurat për ju? Me thënë drejtën më thash edhe në fillim, periudha ma e bukur është mu marrë me arbitrat, sepse për 20 vite në kolegjium të arbitrave minimumi janë kaluar 100 arbitra, kena pa kurse, disa janë shput mas 3 muaj, disa mas i vitit, disa mas 2 vjeç, disa janë edhe sot. Por që të thash edhe në fillim, me thënë drejtën, kam pas disa arbitra në kolegjium që
Më vjen keq që s'kam arrit me i mbrojt deri në atë nivel Për shembull, sa ata me marrë sistemin e vet. Për shembull, është Pajtim Lapi, një arbitër që meritohet gjithçka. Arrit me u shpall arbitri 2 vjet rresht arbitri më i mirë në Shqipëri, në një moshë 21 vjeçë, 22 vjeçë. Pajtim Lapi, unë thash për veti një rekord si asistent, kurse Lapi e ka si kryesor. Lapi i 21 vjeç ka arbitru në kategori superiore, edhe ka arbitru me shumë autoritet. Edhe nuk e di, unë e përkam, ndoshta pak faj e kishtë edhe vetë, se në Shqipëni duhet me ditë me menaxhu dhe marrëdhëniet me njerëzit por ishte arbitër i nivelit të lartë. Natyrisht edhe Jubica ishte arbitër shumë i mirë, që nuk e mori shpërblemin si pasojë e aksidenteve që pat. Kam pas një djalë të ri, një Florian Haxhia, që në aspektin e vlerave reale do ta vesh edhe mik të dy. Por ai shkoi me studime në Itali, ishte një arbitër që premtote për nivele shumë të larta. Unë kam vëzhguar tanë arbitrat e Shqipërisë, tash 20 sa vjet vëzhgues, nuk kam pas një si Florian Haxhin. Një arbitër i kompletuar, intelektual, i zhërvjedh me fizik bukur, shumë i mirë, shumë jashtëzakonisht i mirë. Edhe djali Nipi Asri Dervishit, djali Elnar Dervishit, Ender Dervishi, edhe ai ishte një arbitër, për koincidencë ishin edhe shokë të dy, duket përfitoshin për një tjetrit. Kanë 2 arbitra që po të vazhdoshin karrierën do të kishin rrit nivelet në alta. Unë ndoshta Jorgji është pak, do të kishin shkolla më shumë, them unë. A është vërtet që duhet të kish mik të fortë për është arbitër i mirë mes tev sot? Nuk menej. Natyrisht njohja e rekomandimi kanë bajnë, aktivizimi ka të bajnë shumë, në mënyra se si të nepet dora, si thoj. Por gjithsesi në kjo se unë e kam thënë një shprehje dhe vazhdoj e them. Arbitër duhet me kanë edhe në tavolin, ma ne edhe në fush, në aspektin e përgatitjes intelektuale. Sepse shumë arbitra që nuk më rrinë me ba karrierë ose që qalojnë rrugës, defektin e kanë të vedja, ndoshta jo të fusha lojës, as të njohja rregullore, por të menaxhimi i situatave, menaxhimi pse jo dhe i marrëdhënieve me vëzhguesin, i marrëdhënieve me ekipin, temperamenti i arbitrit. Arbitri duhet me kanë figure e plotësuar në tana drejtimet. Jeni shprehur shpeshherë dhe ndoshta keni sërish një mendim që arbitrat shkodran kanë qenë më të ndershëm. Gjëgji, unë kam qysh 70-ën që e di që bëhen në Kolegjium Shkodrës. Ndërkohë, qysh 72-shin, di edhe çka është bëhen në Kolegjiumet e Shqipërisë. Absolutisht, Kolegjiumi i Shkodrës në aspektin e shkallës gabimeve, po të hi statistikave, ose po të kishte durim dikush me i marrë ato gazetat e sportit, të tana, e me lexu vlerësimet për arbitrat e Shkodrës, ose jo vlerësimet, me pa dënimet, edhe ato anketa, se dikur është ba anketa arbitri javës, lojtari javës, bëhet atash lojtari javës, po arbitri javës nuk bëhet atash, po, atëherë është ba, asistenti javës, treshja javës, ma të nmenja Shkodra është vend parë në cilësi, ose me ma pak gabime. Në Kolegjiumin e Shkodrës, Allah nuk është anullu as një neshe në tanë historinë e Kolegjiumit të Shkodrës për gabimet e arbitrit. Gjatë që nuk ka ndodhur mas një Kolegjium Shqipni. Nuk e di Berati, sa Edmond Kolxhaku, një mik i joni, ai thotë edhe natë Berati që na dënon kur nuk është anullu neshe kur. Ne na dëshmitar që edhe arbitrave të nivelet të larta, Sokolerecit janë anullu 2 neshe. Kujtohet, a ishte faji i Sokolit? Jo, FIFA e korrigjohet gabim, nuk është se gaboj Sokoli, por ishte gabim teknik deri në atë moment. Për një gabim teknik aty ju anullesha, Vllaznia Partizani, vetëm pse Edi Martini nuk ishte kaluar vit. Kryzëvendësimi dhe vërtetësi. U anulluesha përsi të herë Vllaznia Partizani. E 2 ka pas tilla. Pra arbitri Sokolereci ishte arbitër i nivelit alt, me thënë drejtën, por ishte i pakujdesshëm sepse lojtari që merr karton të kuq është armik në thojza për derisa të futet dhomar zhveçës ti nuk duhesh me fillon lojën. Jo derisa të dalin për fushës, jo deri te bankina, po derisa ai të mos shifet më në terren sportiv.
Pra deri të futet dhe bashkëveçës, loja nuk duhet me fillu. Edhe sot. Pra i paguajtësi, kurse Shkodra nuk kena pas me thënë drejtën, a kena gabu, natyrisht kena gabu, a kena pas arbitra në nivel, sa dush. Nuk është se kena kenë. Por në aspektin e nëshmënisë që e bane pyetjen ti, nuk menoj që ka në kolegjium më të mirë se Shkodra. Edhe që ja vlen mu thanë, ndoshta që s'kena mrit ndonjëherë mu shpërbly numerikisht në kuptimin jena shpërbly në mënyrë individuale, po si kolegjium pothuajse në tëna kohat na ka me të bërsh federata. Edhe shkaku ndoshta ka kënë ky, sepse ne kur nuk kena bë veglat dikuj ose servila dikuj për me arbitru. Çka është cilësia kryesore për arbitër? Karakteri është. Intelekti, karakteri i të dy cilësi. Tjera të vinë mbrapa, me përgatitje fizike, përgatitje të tjera. Do të shkëmish, në opinionin sportiv edhe sot ka një dilemë madhe. Lezha 40 km larg Shkodrës, 3 arbitrët FIFA-s, Vllaznia, Shkodra, historia e futbollit shkodran dhe shqiptar, asnjë arbitër prej disa sezonash me sistemin e FIFA-s. Punohet një në Lezhë, nuk punon në Shkodër, punohet një në Patos, në Lushnjë, në Fier, në Vlorë apo qytete të tjera, nuk punon në Shkodër apo me thënë drejtën, Xheshi, ky është një problem që na shqetëson tanëve edhe tash jam shkuar e saj punë. Pa dash që ka më shumë cilësi në këto qytete se në Shkodër. Natyrisht, pa është kriju pra një, sidomos tash 15 vitet e fundit, është kriju një përshtypje sikur Shkodra nuk po prodhon arbitra. Nikosh që s'është e vërtet. Ne prodhojmë arbitra, por tu mos kenë shpërblim edhe shkputen. Unë të thash, të përmena jo pa qëllim, Floren Haxhin edhe Endir Dervishin. Nëse do të kishin pas mbështetje sa do ishin. Po nuk u shpërblin ata, e panë që se po të ishin në Tiranë, ai nuk do të shkonte kurse si me studime jashtë ose Endiri me shku me punë në Kosovë. Ata jetojnë në mënyrë të përkryme, sot kanë biznese, sepse ato aftësi që kishin arbitrimi kanë shprehë edhe në jetën e tyre. Pra janë nivelet në alta në kuptimin Pumi arbitrimi, por fitoj jetën nga tjetër. Por me siguri këta dy arbitra po të kishin kanë një kolegjium Tiranës, me siguri do të ishin sot arbitrat FIFA-s të dy. Me siguri matematike. Çfarë nuk keni arritur të realizoni si kryetari i kolegjiumit? Ndonjë dëshirë tjetër përveç ndoshta të sistemat? Dëshira tjetër e madhe, në faktikisht të i kanë se kolegjiumi i Shkodrës ka histori, sepse Shkodra edhe në histori, siç ka shumë të para në tana sportet, Shkodra ka arbitra në histori e njën tjetër, edhe unë e kam pas anër gjithmonë, jam bjen sakuj që po jena këtu, me kanë kabineti i kolegjiumit arbitrave të Shkodrës, na premtoi kryetarja Voltana Ademi, e kanë anëruar kohët e Enverorës, dikur Baria Xhami thote po ja u baj sot, po ja u baj nesër, s'u bë kur kjo puna dhe sot e kësaj ditë. Edhe unë kam materialet arbitrave në shtëpi që kanë zanë gati një orë, me fotografia, me historik, me relike, me fanela të arbitrave, me kujtime, me kupa që kena marrë si kolegjium arbitrash, me vlerësime, që mund dekorohet një dhomë si kja, ka që bukur e do t'ju shërbete edhe përgatitës arbitrave. Se të shkemi dolëm tek pjesa e fundit. Ju përveç se arbitër, vëzhgues dhe kryetari i kolegjiumit keni një merit tjetër zakonshme edhe për çmimin Lojë Shala, nderimin e figurave të arbitrimit shkodran dhe shqiptar. Pikërisht për këtë desha të flas diçka më tepër, sepse i keni kushtuar shumë rëndësi, ashtu siç mundohem unë sot, të rikthejmë vëmendje të kaluarën historinë, ju keni bërë për arbitrimin shkodran kryesisht, por edhe arbitrimin shqiptar. Kemi pas arbitra të mirë në historinë e futbollit? Jesë Xheshi, unë gjej rastin, e kuptoj që po të hakohet nërsa ma shumë se duhet. Unë gjej rastin me të përshëndet ty herë në veçanti, natyrisht edhe Gasin, Markun, dhe tanë gazetarët e Shkodrës, por sidomos ty në veçanti herë për vlerësimin e për kujtimin që ju banë tanë figurave të sportit të Shkodrës ja vetëm. Kështu që të vlerësoj shumë, të shmoj shumë, bile ndoshta të paktën nemen të arbitrave, e kam të agrin me të falmeru shumë nemen, tanë arbitrave edhe aty në që jetojnë. Këte kanë vështrim edhe unë për arbitrat jam mundu me ba, naturisht jo sa ban ti për sportistat, por në një form tjetër edhe unë jam mundu me i vlerësu arbitrat, kur u myllë shekulli që filluan me thanë futbolisti, shekullit arbitri, shekullit basketbolit, shekullit më mlini ideja
pse mos më thënë edhe arbitri i shekullit. Edhe ju hyme një punë shkurt, po them të krejt, me statistika e me tanë tjetër, edhe nëzorme 10-11 arbitrat më të mirë të historisë Shkodrës. Dhe natën e funit, kur të nesmet do të bashim të klubi i vlajt Milan Vasës, i ndjeri se ka vdekë vaj, Dušan Vaso, kanë pasi klubat të trumën të konë, në është aki kena aty në të aktivitet. Dhe i natë para, kur po përgatishim ato, se po i shtypshim atër s'kishim edhe kompjutra shumë, si sot, kur unë të i ledzu prej Besnik Dizajt, kampionatet e viteve 30, edhe po ledzoj që ishte rasi, kur shof me 7 korrekt i 1937, FIFA jep stemat e para të arbitrave nërkombëtar për Ballkanin e për Shqipnin, Luis Shala, Lazar Miho e Qerem Stërmasi, edhe një i Beogradit. Mane unë kesh interesu me këta arbitrat i Podgoricës kur bëma aktivitet, edhe me Shinasi Berisha, një arbitër i famshëm i Kosovës, si ka arbitru deri edhe në Champions League. Shinasi Berisha, ramet pas se ka deka dhej, tash i sfunit. Edhe thot që, po, a i Serbi thot edhe arbitri i Shkodrës janë të partë arbitrat Ballkanit. Me stemen e FIFA-s. Me stemen nërkombëtare atër, se a qujtë stemen nërkombëtare atër arbitra nërkombëtare, sepse atër arbitra nërkombëtare kishte Shqiponjin, emblemin e flamurit vetë, nuk ishte si sot e kanë arbitër refer FIFA. Atër kishte vetëm stemen, për arbitër nërkombëtare atër kishte vetëm i Shqiponjin. Ose a i Serbit kishte stemen flamurin. Pra, edhe ma një që me ba, në nesmet nuk mund të shtoshim ma se s'kishim as ku me shkru, më lodhë me Këshillin Bashkiak, falënderoj Mark Proqin, e kam falënderuar edhe herë tjera, Mark Proqi ishte kryetari i Këshillit Bashkiak, ka bërë mbledhjen e Këshillit Bashkiak, Çmimi Luis Shala. Edhe përpozuar çmimin Luis Shala, edhe kështu funksionoi ai, kena bërë 3 edicione. A mund të thuash këto 10-11 arbitrat e shekullit për dëgjuesit? Po, unë s'po i them 11 arbitrat e shekullit, nuk unë po du me përmend i këta njerëz, a kupton? Në shenjë respektit, sepse nihem keq po mas mirë përmend, pra si tash kur kam shkuar në kolegjium, sapo a kishte lënë arbitrimin Farifani, një figurë e nënpunësi i klubit nërmat veçantë në histori, kam gjetë Kol Pogun, Bakir Dibren, Adem Halilin, John Simonin, Tef Pralen Mavon, a kupton? Tarik Alasin naturisht në kryt tanëvet, Edmond Fortuzin, një arbitër i ardhur prej Tiranës, erdhi këtu, kam gjetë Gani Jubicën, Në Gjyrezin, Zef Mirokun, Gzim Votin, Gensa Gollin, pëthuj se bashkos me ne, unë i kam gjetë kolegjium, Mark Lucen, Qerim Sulejmanin, Emrur Zhdanin, Gjevdet Safin, babin e Astrid Sufit, Adem Danin, babin e Artur Danit, edhe të dy babe birë arbitra, Shefqet Puka, një arbitër tjetër, i mirë me Tahir Pukën, të dy vleznit, a kupton, të dy arbitrat mirë, Shaj Puka ka një arbitër tjetër, edhe që pat bo karierë në kategori inferiore, Skënder Bilalin, Guljem Abatin, ma vonë Musa Bostanin që ishte me ne bashkos me mu kanë kënë Niko Çukulla, Fajkjera, Prelmrina, Firdos Nehani, Arturi Sithame, Astrid Sufi, Astrid Dervishi, dy arbitrar që kanë bo karierë, edhe i kanë dhanë shumë kolegjiumi i Shkodrës, i njeri Fizul Qinako, një arbitër, një nga anësorët më të mirë që ka pas nështë kolegjiumi i Shkodrës, Mehmet Sujovi, Nrek Nosi, Angelin Prani, Alfred Pavaci, Rok Nushi, Agim Jaja, që morën edhe stemen e asistentit FIFA-s për i periull shkurt kohet, Melis Dervishi, nipi Qazim Dervishit, djali Astrid Dervishit, një dinasti arbitrash. Edhe ai me stemen e FIFA-s. Edhe ai me stemen e FIFA-s si asistent, bile e mori herë, ja hoqen, e rimori. Pra një arbitër që duhet vlerësuar shumë, sidomos për kontributin e për kamulljen e për stërvitjen. Edhe për karierën pse jo. Abdullaj Meri, Neuklit Pisha, disa tjerë për me ardhman e të ajo periulla që unë kam kënë kryetari i kolegjiumit, që janë të arbitrat që kam qenë me i përmend, Pajtim Lapi, Dritan Sala, Agran Kastradi, Marian Qesheri, Jetmir Detukaj, Gjovalin Bori, një nga asistentat që ishte gati me marrë stemin e FIFA-s, edhe për koincidencë, Gjovalin Bori arbitron në ligin e para amerikane sot. Ashtë arbitri i dalën për Shqipënijet nivellet më të nalta në botë. Gjovalin Bori, për i veli poet,
arbitron në ligën më të lartë midis shteteve amerikane, jo më në një shtetit. Pra është një arbitër që ne pat me evidentua dhe atë vit do të merë të sistemin e FIFA-s, por u martua i ku në Amerikë i doli lotoria. Pra një arbitër nivellit në altë. Sonil Zeka, një arbitër me shumë kontribut, ideal, jashtëzakonisht i mirë, me shumë kontribut në kolegjum, e kam pas shumë vite, sekretar kolegjumit meriton respekt, Luiz Jubani, një ideal i mrekullueshëm, Sajmir Ahmeti, një ideal që ka kontribut sidomos. Edhe me krijimin e Akademisë arbitër. Sidomos për ajo po sidomos për afrimin e femnave në kolegjum. Borovën e këto vajzat, si Borova u bë arbitër e parë e FIFA-s, por unë ma parë se kërkën dhe të falmerosh e Sajmirin, sepse këj prunin kolegjum. Edhe sot e kësaj ditë, prej atje ku ashtë, përpiqet me kontribue, me afrue, me nimu kolegjumin e arbitrave. Bardnaci, Ditmar Bilali, edhe këta dy që thashe, Ndir Dervishi, Florian Haxhia, me siguri kam haru me vajtra me 20-30 në është atjerë që i s'pëngujtojtë dhe që për momentin se këto i shkrua para prakisht, i të sa erdha. Pra, kolegjumi i Shkodrës në retrospektivi ka pas një vazhdimësi edhe në nivellet në alta, po sidomos nivellet mesatare gjithmonë edhe numerikisht, për jashtu këto 7-8 vitet e funit që federata nuk e di pse nuk po heziton me pas 2 arbitra Shkodra në superiore. Duke se 2 i bën dëm, një me zori. Vjen keq sepse edhe Myrtaj u prezentu shumë mirë, unë e pata afru Myrtaj në kolegjum, ideal që servite dhe ideal që justifikoj, ideal që ja hiperbolizun gabimet, se thame në çdo arbitër. Të gjithë gabojnë. Të gjithë gabojnë, po Myrtaj nuk e di pse. Për i gabim që i bani atje në librazh, dhe ku e bani i vunë damken në kuptimin as pak mirë s'ka ba federatave. Unë kam debatu në federatë me komisionin, me Jarecin, as pak mirë s'kanë ba, sepse pa dasht me thyke kënë arbitra tjerë, po ne shohim kënë arbitra sot që arbitrojnë superiore në nivelin e ti, edhe janë të 10-15 vjetë, gabojnë shumë, ma shumë, edhe në neshe shumë të rëndësishme se ka gabojnë Myrtja, edhe prap rikuperojnë, arbitrojnë mas 2 javësh. Dhe shpresojmë që edhe Myrtja të ketë hapësinë e vetë, ashtu si shpo e merë. Gratulisht edhe Ditmir Grimsi, dhe shpresojmë që të tjerë në të ardhmen të rrisin nivelin e Grimsi janë Podgorica është një arbitër i ri edhe këtë që prepton, si mos për asistent. Janë disa arbitra tjerë, ishte djali Astreti Sufit, një arbitër që premtohet, por iku atje. E la pak parakohet me Liz Dervishi, falë nështë një mos aktivizimit, jo si duhet. Pra, kur s'kena kanë knaqën 100% me federatën, në kuptimin e aktivizimit. Ti bane i pyetje, e bane i krasim me lejshën. Duhet pranu fakti se edhe lejsh punohet, po jo se s'punohet to. Jo se lejshja ka pas nuk se prodhon arbitra ma mirë se Shkodra, se s'ka logjik. Shkodra prodhon gjithçka. Shkodra prodhon kulturë, sport, në artë, në tana sportet, si s'prodhon arbitra. Pra kja është një teori e pa logjikshme, por ata kanë gjetë mbështetjen, duhet falmeru Prek Petrushi, edhe i vllai Angel Petrushi që në kolegjumin e Lezhës, edhe ata kanë 40 sa vite aty në kolegjum të Lezhës. Por zëri i tyre duket dëgjohet më shumë. Po kanë dëgjohet më shumë sepse Preka vazhdimisht ka kanë ato komisionet e federatës, gjithmonë ka kanë i zgjallën aty. Dhe me thënë drejtën ka kanë edhe më kanë ngulës, duhet pranu edhe ky fakt. Ka kanë më kanë ngulë se sa jena në atë Shkodrës, se na presim me modesti, presim me qytetari që dikush me në aktivizu, por pas kjave duket me dhe shpapi qumshtin. Zotë Shkembi, ishim për 1 orë në këtë bisedë, shpresoj që të kemi përmendur një numër të konsiderueshëm arbitrash përveç karrierës tënde, edhe të jetojë një homazh për shumë që nuk jetojnë sot, sepse
Përveç futbollit, përveç sportit të luajtur, edhe arbitrat janë pjesë e rëndësishme e sportit. Natyrisht, Gjergji, unë të falenderoj shumë, sidomos si më dhe mundësinë me përmend i këtë listë që më shumë se gjysa për tyne nuk jetoj. Dhe njihem keq që nuk po vazhdojmë çmimin Luis Shala, deri këtë moment se besoj se do ta vazhdojmë. Edhe herë unë të përgëzoj shumë, përgëzoj në emën tanë arbitrave të Shkodrës, sepse vazhdimisht i mbështet, vazhdimisht i kemi mbështetur edhe kur ke bërë emisione sportive, pra gazetaria sportive në Shkodër me ju në krye me gasen është në nivele shumë të detyrën. Jo, e bani çmos asnjë rreth tjetër. Biles emisionet sportive në televizionet lokale të Shkodrës rivalizojnë edhe ato të Tiranës. Ata më shumë bajnë show se sa diskutohet për problemet e arbitrave. Ju shkojmë faleminderit. Ju faleminderit e ju uroj suksese. Të nderuar shikues, ishim sonte me një nga arbitrat vëzhguesit, kryetari i kolegjiumit të arbitrave të Shkodrës, njeriu që ka kontribuar për mbi 50 vite për arbitrimin në Shkodrën dhe Shqipëri, zotim Hindu Shkemi në këtë emision nëmër 51 të podcastit tonë. Do të takohemi sërish javën e ardhshme me një tjetër personazh. Natën e mirë.